Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh artritit, diabetit dhe reumatizmës nëse konsumoni hithra çdo ditë. Falë hithrës, trupi thith glukozën ngadalë duke parandaluar kështu rritjen e papritur të niveleve të sheqerit në gjak. Hithra, ndër të tjera, siguron lehtësim të madh për diabetin, artritin reumatoid e rinititin alergjik, të cilat janë gjithashtu një nga problemet më të mëdha të shekullit të 21. Merrni me kujdes këtë bimë unike, shumë medicinale dhe gjithashtu do të ofroj përfitime të mira për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Por cili është ndikimi i hithrës tek personat të cilët vuajnë nga diabeti? Kërkimet kanë zbuluar se hithra ndihmon në uljen e niveleve të glukozës në gjak, kështu që mund të jetë një ndihmë mirë edhe në lehtësimin e luhatjeve të sheqerit. Substancat medicinale të pranishme të hithras stimulojnë pankreasin për të lëshuar insulinën, ndërsa në të njëjtën kohë pengojnë veprimin e alfa-glukozideve, enzima përgjegjëse për prishjen e karbohidrateve, citonelthiside. Falë kësaj, trupi do të thithë gjithashtu glukozën më ngadalë duke parandaluar kështu një rritje të papritur të sheqerit në gjak. Çdo mëngjes shtrydhni lëngun e gjetheve të hithrës në një shtryse të frutave. Pini lëngun e përzier me ujë, rreth 15 ml lëng të përzier në një gjysmëgotë uji. Kështu do të merrni edhe vetit e saj mbrojtëse kundër luhatjeve të sheqerit. Hithra është një bimë shumë e mirë edhe kundër problemeve të artritit reumatoid. Hithra zvogëlon procesin inflamator në trup, kështu që mund të lehtësojë problemet të shkaktuar nga artriti reumatoid. Gjethet e saj kanë një efekt të dobishëm në artrit. Kjo bimë e fuqishme funksionon duke penguar elastezën e leukocideve, e cila luan një rol të rëndësishëm në procesin inflamator të trupit. A i dini se në kohët antike romake metoda e fishkëllimit së lëkurës me hitër është të përdorur për të ndihmuar kundër artritit kronik, gjithashtu edhe reumatizmës kronike. Tingëllon mahnitse, por në të vërtetë ndihmon. Bëhet fjala për të ashtu quajturën urtikarie, masazhi i trupit me hitër në mënyrë që të stimulohet qarkullimi. Vendosja e hithrës së freskët në vendet ku keni dhimbje lehtëson simptomat dhe problemet e artritit dhe sciatikut. Kur gjethet bie në kontakt me lëkurën, ato ndihmojnë në prodhimin e histaminës dhe serotoninës në trup, e cila do të lehtësojë dhimbjet, citonellt.com. Nëse jeni të tmerruar nga fishkëllimi i hithrës, mos nguroni të konsumoni çajin, i cili ndihmon në eliminimin e acidit urik dhe natriumit nga trupi, duke lehtësuar problemet e shkaktuar nga përdesi, reumatizma dhe artriti. Hidhni 2 lugë çaj hitër të thatë në një filxhan me ujë të nxehtë. E lini të qëndrojë për 10 minuta dhe më pas e kulloni. Pini një filxhan nga ky çaj 2 ose 3 herë në ditë. Kështu do të merrni përfitimet maksimale të mbrojtjes së trupit. Hithra është e mirë kundër rinititit alergjik. Rinititi alergjik është një inflamacion i mukozës së undës që rezulton në dështitje dhe kruajtje. Për shkak të rinititit, sot një numër në rritje njerëzve vizitojnë mjekun e përgjithshëm. Por, ashtu si dhe alergjitë të tjera, çaji i zakonshëm i hithrës mund të ndihmojë shumë në rinititin alergjik. Në një studim, rreth 57% e njerëzve thanë se hithra lehtëson simptomat e tyre të alergjive me 47% krahasuar me elemente të tjerë tradicional. Gjatë zgjerrjes së zakonshme mund të përdorni 2 deri në 3 filxhan çaj hitër të freskët çdo ditë. Kështu do të keni një mbrojtje më të mirë edhe kundër rinititit alergjik, citonelthiside. Hithra është e njohur si urtica dionica në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët e mesjetës në Europë. Në një filxhan çaj hithrës ose ujë hithrës do të gjeni vitaminën A, vitaminën B, vitaminën C, vitaminën K, riboflavin, niacin, gjithashtu folate, karbohidrate, yndyrna dhe proteina. Ajo është gjithashtu e pasur me minerale si kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, magnezi, zinku, bakri dhe mangani. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrës duke vluar disa gjethe hitër në ujë. Mund të shtoni një lugë mjaltë dhe ta ambëlsoni. Ja disa nga vetit ushqyese medicinale të kësaj bime. Sipas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i hithrës ose lëngut të saj në forma të ndryshme ditore. Ajo ndihmon në parandalimin e gurëve në veshka dhe ndihmon edhe kundër problemeve të traktit urinar.
Lëngu i ithërës është një diuretik natyral që lejon rrjedhjen e dur të lëngjeve nga veshkat dhe nga fshikza, duke parandaluar kështu formimin e gurve në veshka. Ajo mund të trajtojë gjithashtu edhe infeksionet e traktit urinar. Lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve. Ithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit. Ajo ka veti antiinflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve gjithashtu. Kuron ekzemën dhe sëmundjet e tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i ithërës ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi dhe mbron kundër sëmundjeve dhe irritimeve të lëkurës. Parandalon dhe shëron alergjitë. Lëngu i ithërës mund të lehtësojë alergjitë që shkaktohen për shkak të ndryshimeve sezonale si kruajtjet, rinititet dhe dështimat. Është një tonik shumë i mirë edhe për femrat. Lëngu i ithërës është i pasur me hekur që ndihmon në luftimin e anemisë. Gratë shtatzana duhet të përdorin lëngun e ithërës për të parandaluar gjithashtu problemet e tyre. Është e mirë edhe për tretjen. Pini lëngun e ithërës në mënyrë që të parandaloni dispepsinë, të vjellat, kolitin, parazitët dhe sëmundjet të traktit tretës. Është e mirë në uljen e kolesterolit në gjak. Ithra përmban beta-sistosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër më të shëndetshme. Ithra është e pasur me flavonoid si quercetin, i cili është një antioksidant i shkëlqyer. Lëngu i ithërës ndihmon edhe në mbrojtjen e ADN-s. Lëngu i ithërës do të ulë nivelet e sheqerit dhe glicemisë në gjak. Ai ka veti diuretike të cilat ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivele të duhura. Përdorimet e lëngut të ithërës në formën e gargarës mund të pastrojnë gojën nga bakteriet e dëmshme që çojnë edhe në prishjen e dhëmbëve dhe erën e keqe të gojës. Po përveç këtyre të mirave, duhet të tregojeni të kujdesshëm edhe me konsumin e ithërës. Personat që kanë probleme me stomakun, gratë shtatzana dhe fëmijët, duhet të konsultohen më parë me mjekun e tyre përpara se të përdorin lëngun e ithërës si bimë medicinale. Jo të gjithë organizmat mund të reagojnë në mënyrë të njëjtë me përdorimin e saj. Nëse vendosni ta konsumoni si ushqim, nuk do të ketë asnjë problem për trupin tuaj. Por nëse e përdorni si bimë medicinale, në këto raste, ekspertët këshillojnë që të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu çdo problematikë të mundshme që mund të ndodhë me keq përdorimin e saj. Në mjekësinë popullore thuhet se hithra mund të ofrojë shumë përfitime për shkak të efekteve të saj pozitive edhe në trajtimin dhe lehtësimin e njësër komplikacionesh. Është një nga bimët më të mira të cilat mund të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga kjo bimë e veçantë, shtojeni atë me do e mos në dietën tuaj. Gjithashtu mund ta pini 3 gota çaj në ditë nga kjo bimë. Kjo bimë ndihmon edhe në problemet të cilat shfaqen kryesisht në mëlçi dhe në prodhimin e lëngut të tëmthit. Për këtë qëllim, mjekët rekomandojnë të pini 1 gotë në ditë nga çaji i përgatitur i hithërës. Është të mirë që ai të pihet herët në mëngjes, dhe rezultatet që do t'jap për shëndetin tuaj do ta bëjnë atë edhe më të veçantë në mbrojtjen e organizmit. Me ndihmën e madhe që jep hithra, por edhe funksionet më të mira të veshkave dhe sëmundjeve të artritit dhe reumatizmës. Për përgatitjen e çajit nevojitet nga një lugë nga bima e thatë dhe e grimcuar. Kjo mas hidhet në 1 gotë me ujë të nxehtë dhe lihet në qetësi për 15 minuta. Më pas kullohet dhe pihet 3 herë në ditë nga 1 gotë. Në këtë mënyrë, rezultatet që do të marrë organizmi juaj do ta bëjnë atë një nga bimët më të veçanta në mbrojtjen e shëndetit. Gjithashtu, te nënat me fëmijë të vegjël, përdorimi i ithërës ndihmon në prodhimin e qumshtit aq i rëndësishëm për shëndetin e të voglit. Në kozmetik ndihmon në rënien e flokut dhe në zbogth. Personat që kanë probleme me zbogthin, u rekomandohet larja e kokës me lëngun e përfituar nga zjerja e hithrave. Është të mirë që larja të kryhet të paktën 2 herë në javë dhe të vazhdojë deri në përfundim të zbogthit. Përdorimet të tilla të hithrës do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe gjithashtu do ju ndihmojnë në parandalimin e njësër komplikacionesh. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.